po provohet ta quajmë ashtu treni i fundit. Një seancë jo legjitime, jo logjike dhe plotësisht në kundërshtim me rendin kushtetues e me logjiken dhe praktiken parlamentare. Vetëm që Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje të zhveshet nga përgjegjësia e dështimit të saj. Në agjendën e seancës së orës 11 kanë përfshirë propozim buxhetin politik të Republikës së Kosovës për vitin 2026, marrëveshje ndërkombëtare, kredi, borxhe dhe projektligje buxhetore, të cilat do duhej dhe kërkojnë proces serioz dhe konsultim të mirëfillt e jo improvizime të ngutshme që shpërfillin rregulloren dhe reduktojnë agjendën shtetërore në dekor fushate. Pikërisht për këtë arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në një proces kaq të papërgjegjshëm. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon mënyrën e papërgjegjshme me të cilën vendosje po tenton sërish të përdor institucionet e Republikës si instrument të lorave të saj politike. Rezultatin zgjedhor e kemi thënë në vazhdimsi, Lidhja Demokratike e Kosovës është e gatshme që të shkojnë në zgjedhje, jemi të përgatitëm, kemi pas dhe kemi bindje që kemi rezultat mirë zgjedhor për vëzhguesit ndërkombëtar. Unë mund të flas me kompetencë, kam pas edhe kontakte në vazhdimsi me kolegë tjerë nga kryesia LDK-s, me vëzhguesit që kanë qenë për zgjedhjet lokale dhe ata janë të gatshëm që të vazhdojnë edhe gjatë muajit dhjetor kurdo që mahen edhe zgjedhjet. Ne jemi unik në këtë qendrim, besim prapa qendrimit që ka marrë kryesia, kryetari dhe këshilli i përgjithshëm që nuk kemi votë për asnjë mandatar të lëvizjes vendosje pa marrëveshje politike. Nuk komentoj as deklaratat dhe as dëshirat dhe as opinionet e të tjerëve. Ne shprehim vullnetin dhe besimin ton politik se me këto veprime po cënohet rendi kushtetues, ligjor dhe rregulloria e punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe praktikat parlamentare të ndërtuara me mund dhe sakrificë është në kompetencë dhe në diskrecionin e saj kushtetues, edhe ajo mbetet për të vlerësuar dhe tjerët për të gjykuar, sepse ka pas shpresë dhe besim që mund të jetë edhe një 15 ditë i favorshëm që t'jap mundësinë lëvizjes vendosje për krimin e qeverisë.